Ajo që ndodhi në Kakome është për mua fytyra e vërtet çka ky shtet. Dhe është disa herë që ndodh, dhe prandaj dhe njerëzit janë më shesh. Kush është problemi i Kakomes? Është problemi me mënyrën se si shteti shqiptar, që është disa herë që ndodh kjo gjë, është si puna e libanezit që rranë masakruan. Atje dhe pastaj thonë pse s'vin investitorët e huaj, sepse kur ka vërtet investitorët e huaj kërcet kërbaç. Në rastin e Kakomes, çfarë ka ndodhur konkretisht? Atëherë, shteti ja ka shitur tokën një kompanie private. Pra, protesta nuk është ndaj kompanisë private. Protesta është ndaj shtetit që ja ka shitur pa u marrë vesh sipas tyre me banorët e fshatit Nivic private. Dhe tani, qytetarë të keq orientuar, se unë aty parë sa personazhe të çuditshëm që kanë parë fushatën e Belerit, se si ishin kot ata aty, si ishin Nivicët gjithë. Dhe kjo ishte gjëja që s'pëlqeu aty. Tani i kanë parë edhe në Amerikë ata. Tani, çfarë ndodhi aty? Pra, konflikti në vend që të jetë midis qytetarëve dhe banorëve të Nivicës, që kanë të drejtën e tyre deri në fund dhe shtetit, prit një minutë. Shkon midis privatit dhe shteti këtu tërhiqet me njan dhe i çon atë njoftimin vetëm hap derën i thotë aty. Jo, nëse ti si shtet e ke marrë përsipër dhe ai ka plotësuar letrat, ti do ta mbrosh. Nëse ti si shtet do ta garantosh se ty s'të vjen më asnjë kompani që t'investojë. Nëse gjithmonë letrat janë si çdo shteti. Por nëse letrat janë si çdo banorët, është shteti që do zgjidhë me banorët, jo kompania private. Jo, e ka zgjidhur gjykata. Më fal një minutë. Po pra, po duhet kush e zbaton vendimin e gjykatës o vëllai? E zbaton shteti. Po e ka zbatuar. Po pra shteti duhet të aty, jo ta lër ata se kjo është dhuna e objektit tërë. Ka 20 vjet që është pas. Këtu nuk është dëmtuar shteti më, këtu është dëmtuar ai kompania private. Konflikti nuk është midis kompanisë private dhe banorëve të Nivicës. Është shteti i cili edhe i ka dalë garant kompanisë private, edhe ja ka shitur, edhe i ka marrë paratë kompanisë private, edhe i ka shkuar dhe ka ndikur gjyqje me banorët, dhe në fund i lë ata të përplasën. Unë në parim të problem se ne po parim po ta them, se s'mund të përplasë kompania me qytetarët, me banorët. Asnjë kompani private në Shqipëri nuk përballet dot me qytetarët. Po nuk e kemi në objekt. Po pra. Unë në parim thash, jo, parimi ishte një gjë tjetër. Unë e ngrita në parim duke thënë këto skena që pat këtu. Po, kjo çfarë është ajo? Kush e përgjigjësi kujt është aty? Po nuk duhet ndodhin. Është kompani private, ç'po ka kompani private. Por po themi ylli. Pyetja është, ishte paralajmëruar për disa ditësh. U hoq dhe dera. S'ka lidhje. Përse policia nuk ishte atje? Pra se policia dinte që do ndodhte një ngjarje. Protesta ka arritur shumë qëllime deri tani që kanë qenë të pamendueshme. Pra, evidentoi gjithë problematikat që kanë shqiptarët, prandaj shqiptarët janë shesh. Përdori simbolikat kombëtare që i bashkoi gjithë shqiptarët. Flamuri kuqezi largoi flamurit partjak dhe ajo i solli në shesh. Patjetër që vrau frikën e qytetarëve. Po mund protestosh ndaj këtij sistemi. Tjetra, i dha një goditje tektonike edhe qeverisë dhe opozitës. Si asnjëherë tjetër u tha ore dalë se është një fuqi e madhe që ka qenë gjumë deri tani dhe sapo zgjuar. Tjetra, i tregoi Europës, medias ndërkombëtare, gjithëve që ka një Shqipëri tjetër përveç asaj që tregon algoritmi i qeverisë edhe kryeministri vet. Pra sot mediat ndërkombëtare, politikanët e Bashkimit Evropian kanë një shikim tjetër, një qasje tjetër për atë që ndodh në Shqipëri. Sigurisht protesta ka treguar qëndrueshmëri, masivitet, përbashkim, i ka ngritur shqiptarë në çdo cep të planetit që janë, edhe i ka bashkuar rreth simboleve kombëtare. Kjo është një gjë jashtëzakonisht e madhe. S'kishte ndodhur asnjëherë në historinë e Shqipërisë. Po. Për 23 ditë, vetëm qëndrueshmëria për 23 ditë me radhë është e jashtëzakonshme. Kur shkon në protestë, unë s'dëgjoj asnjë zë atje, vetëm kur i shoh televizor, atje nuk dëgjohet gjë nga folsi. Dakor. Edhe pse ato kanë një qëllim, se flasin. Pra, është shumë pozitive që deri tani protesta ka përfshirë të gjitha rrymat brenda. Pra një lum që ka dalë nga shtrati dhe ka marrë çdo gjë përpara. Problemi është që lumi gjatë rrjedhës vet duhet shkatërrojë barrierat në të gjitha anët dhe të derdhet në det dhe të ngjyrosë detin. Dhe në këtë moment, ky procesi nuk mund të vazhdojë vazhdimisht duke qenë aty në proces. Duhet të eskalojë në një situatë tjetër. Dhe situata tjetër cila është? Ashtu siç protestuesit kanë korrigjuar gjatë ditëve marshimin. Jo çdo ditë kanë bërë njëti marshim.
Kur e kanë parë që nuk duhet shkosh në këtë zonë, s'kan shkuar më. Kanë zgjedhur një formë tjetër. Pra kanë korrigjuar veten. E kanë mbajtur turmën në shesh. Por në fundit, kjo gjëja, dhe këtu vite ka e pjesa që tha Antoni, ore, ata që janë atje përballë, janë uqër të vjetër. Ata janë programuar të hanë mish. Jo pa prit masi do dalin në surrel ata e të hanë barë. Ata janë ata të mishin. Dhe e fuqia që duhet përballë me ta, sot njëri nga bashkëorganizatorët e protestës ka thënë që ne synojmë deri 1 milion shqiptar. Po, do ishte jashtëzakonshme. Dhe shqiptarët do të jenë aty që të ndodhë kjo gjë. Por në këtë formë, vazhdimisht dhe duke mos e shtuar nivelin, thash, 3 kërkesa janë aty kryesore. Po realizon ato 3-ja është gjë më e madhe. Po si do të realizosh? Ky është gjë problemi. Dhe energjia jashtëzakonshme që ka ardhur në shesh duhet të materializohet. Nuk ka rëndësi, nuk është problem emri i një personi. Nuk ka nevojë për një emër. Edhe në lëvizjen e dhjetorit nuk ka patur një emër. Nuk ka pasur një emër. Pra, por ka pasur një përfaqësi që i tregon të gjithë pjesëmarrësve që shiko, ja kush janë qëllimet tona, ja pse ne jemi këtu, ja kush janë intelektualët që janë përfshirë këtu. Pra, të gjitha këto do të dëshmojnë, do ta çojnë në një stad tjetër. Nuk ka, nëse ne i themi regjim, nuk ka regjim që jep dorëheqjen. Regjimi do shqelmin fyt, pa shqelm fyt nuk ikin. Të mos e harroni. Do shqelmin në fyt. Asnjë nga ata nuk ikën. Asnjë nuk ka ikur përveç se kur kanë shkuar, kur i ka thirrur Zoti në apel. Pra kur shkuan Varreza. Kështu që kjo është gjëja që ne duhet ta çojmë nga ky stad që jemi thash, protesta ka fituar jashtëzakonisht shumë gjëra. Fitore jashtëzakonshme. Por tani jemi te pjesa tjetër. Erdhëm këtu. Çfarë do bëjmë me këtë fitore që kemi marrë? Se kemi marrë një fitore shumë të madhe. Do ta lëm fitoren aty dhe do kthehemi në shtëpi, apo me këtë fitore do synojmë të fitojmë luftën. Deri tani kemi fituar betejën. Duhet fituar lufta e madhe. Dhe duke parë se si punon ingranazhet e këtij lloji pushteti dhe këtij lloji sistemi që kemi ne në Shqipëri, duke përdorur çdo ditë makineritë nga më të çuditshme, nga më të habitshme, si për ta demotivuar, për ta thyer protestën, për t'i demotivuar pjesëmarrësit, si për t'i lodhur. Pra të gjitha këto, kjo është një betejë, një luftë shumë e madhe, e cila duhet hap pas hapi, duhet shtohet. Po, ne vërtet kërkojmë çdo ditë të shtohet numri. Por protestën e të shtunës, ne nuk e kemi patur çdo ditë. Prandaj them që ne duhet të kalojmë te kjo pjesë. Ky sistem nuk merr vesh me paqe edhe me të mirë. Ky sistem do vetëm nuk do paqe. Po, jam i bindur kjo gjë, nuk ka nevojë për receta. Nuk ka receta, ja lëm lëvizja dhjetorit. Ore ky leret të thotë çfarë mendon olla. Lëvizja, po lëvizja dhjetorit. Do ja lëm procesit. Unë them procesin, nuk jashtë. Lëvizja dhjetorit u ndërtua. Kemi parë shumë revolucione në botë, që kozgjatja i fton. Duhet krijuar një parti. Ftohen revolucione. Kundër sistemit një partia, pra ishte nevojshme partia. Ndërsa këtë, lëre ta zgjidh vetë protesta. Po mirë, çfarë do bëj? Sidorela Arbër të fundit e mbyllin në... Mos japim kohë, them unë. Cilat janë pritshmëritë tuaja, po jo pra. Përballë 800 mijësh që thotë kemi kohë me. U thotë 800, në mënyrë simbolike këto do bëjnë 1 milion. Jemi në pyetjen e fundit që është vetëm për Sidorelën dhe Arbërin.